Shihni këtë tabelën këtu. Kjo është ajo e aferës shekullit, e vjedhjes së shekullit. Morën 120 milion euro nga shqiptarët për inceneratorin e Tiranës. Mrapa shpinës time nuk ka më incenerator. Siç do e shihni edhe këto video tjera që do fusun tani, një video të vogël, kuptohet pra që incenerator nuk ka. Një nga vjedhjet më spektakolare që është bërë nga Shqipëri është kjo e incenerator. Në të gjitha media është bërë propagandë, kanë dalë njerëz, kanë bërë emisione, kanë bërë dokumentarë, siç bën debaton Haxhiu, për t'ju hedh trut e gomarit juve, shqiptarëve, se qeveria e Edi Ramës po bënte zgjidhje inovative për mbetjet. Pasi na vodhi, na talli, nuk lejoj hetimin, pra nuk është hetu askush, harrojen atë se duan me avarën qaf ati Lefter Kokës, thot prej burgu, nxirr prej burgu. Nuk është ai përgjegjësi vetëm i kësaj. I vetmi përgjegjës për inceneratorët është Edi Rama, me një super skem që i ka bë vetëm mafja. Ka bë mafja në Itali, ka bë mafja në Amerikën Latine, në Amerikën e Veriut, pra është skem tipike e përdorur vetëm nga mafja, vetëm Shqipëri. E që Shqipëria ka kryeministrin mafioz ndoshta, ka përdor të njëjtën skem, pra e ka përdor të njëjtën skem që ka përdor mafja gjithashtu. Tani çka kanë bërë? E mbyllën këto, i vun kapakun, e kanë mulu siç mulojnë mbeturinat këtu, vjedhja, dhe kanë kriju një kompania e ekonomisë së mbetjeve, kuptoni, kanë vujë emër të bukur, kështu, kompani shtetërore. Pra siç bëjnë me koncesionet e tjera, me koncesionet e shëndetësisë, me llojet ndryshme të koncesioneve që bëjnë këta, hapin koncesion, vjedhin bashkë me emra biznesmenësh që u avën aty, vjedhin ato, pastaj e rikthejnë prapë në shtet. Pra kjo tani këtu nuk është më privat, nuk është më ajo zgjidhja ideale që bënte Edi Rama, është një kompani shtetërore, shtetërore, e cila do merret me menaxhimin e mbetjeve. Vodhën lekët, për lanë, tallën shqiptarët, nuk e hetuan aferën korruptive dhe tani do vazhdojnë, na vjedhin prapë, por jemi kthy në 10, 12, 13 vite më parë. Pra, 13 vite kemi xhiru në vend vetëm duke vjedh këta. Hajde këtu hidh kamionat me mbeturina, vjedh para, hidh kamionat me dhe këtu, vjedh para këta. Dhe kjo është situata, sot kur ka është gjë. Kjo është e patën mbjell atëherë ca ulli, ca gjëra se do i mashtrojnë njerëzit edhe kishën bëjnë një plan të detajuar propagandistik. Për ta mbyllur vjedhje si kjo nuk ka pa ndonjëherë historia e Shqipërisë. Ju kam thënë mira herë, kjo që po tregoj unë këtu tani nuk është politikë. Mos u bëni njerëz të sëmurë. Kjo është vjedhja që na është bërë neve as shiqare nga kjo qeveri. Është përveç se vjedhje, thash edhe një herë, theksova edhe më parë, është tallje, është përbuzje, është përqeshje për njerëzit. Dhe mu më vjen keq shumë, më dhimbsen të gjithë njerëzit, edhe nëpër komente, nëpër rrjetet sociale, dhe e kanë trurin aq që shplar, janë aq të indoktrinuar, aq të sëmur nga indoktrinimi, sa fillojnë ças thonë aty, ças ngatrojnë mu, për gjëra që s'kan lidhje fare. Pra nuk e bëjmë këture, nuk është, pas meje nuk është Partia Demokratike, pas meje s'është opozita, jo mu, ka marrë me tregu këtë gjë këtu. Juve s'fa tregojnë mediat të ndarë këto. Nuk ka tregojnë emisionet televizive. Se i ka huar, u ka dhënë qeveria për të marrë. Dhe Shqipëria sot është një nga vendet më të korruptuara në botë.
paradoksalisht është populli i vetëm që mezi ngrihet të protestoj për vjedhjet që i bën.